Konsulli i nderit i Republikës së Shqipërisë për rajonin e Lombardisë në Itali, Vincenzo Chimiso, zhvilloi një vizitë në bashkinë e Pogradecit, ku u prit nga kryebashkiaku Ilir Xhakolli. Gjatë takimit ai vlerësoi qytetin për trashëgiminë e pasur kulturore, historinë dhe bukuritë natyrore që e karakterizojnë. Chimiso shprehu gatishmërinë për të forcuar bashkëpunimin në fushën e turizmit, duke theksuar rëndësinë e krijimit të lidhjeve me organizata ndërkombëtare dhe organizimin e aktiviteteve e konferencave që ndikojnë në zhvillimin ekonomik lokal. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i diskutimeve ishte promovimi i Pogradecit në evente të ndryshme në Itali dhe më gjerë, me qëllim rritjen e numrit të turistëve italian që vizitojnë qytetin. Gjithashtu, gjatë takimit, konsulli vlerësoi punën e kryetarit të bashkisë dhe administrimin e qytetit, duke e cilësuar Pogradecin si një nga destinacionet më të veçanta që ka vizituar në rajonin e Ballkanit.